Sa vjeç është Puma dhe sa kohë keni ju që e keni marrë? Puma është 4 vjeçë dhe unë kam 4 vjetë që e kam marrë, ka qenë 33 ditë që kur e kam marrë dhe Puma mua më ka shpëtuar jetën dhe kam bërë gjën më të mirë që kam marrë Pumën. Sepse prej Pumës unë kam fituar shumë gjëra. Mos me fare se Puma është shumë e dashur, apo jo? Okay. Si ka qenë takimi juaj i parë? Takimi jonë i parë ka qenë në një rrjet social, unë e shikoj, personi që unë e pa është ta do të ta bëj dhuratë dhe Puma erdhi nga Kosova posaçërisht për mua. A ke përdorur ndonjëherë Pumën për t'u afruar me njerëzit apo për t'i bërë përshtypje dikujt? Puma më mësoi mua që të afrohem me njerëzit. Puma më bëri mua që unë të socializohem me njerëzit. Është Puma ajo që më bëri mua të jem këtu ku jam sot, në këtë vend kaq të bukur. Si është rutina e Pumës dhe a kushton shumë që të kujdesesh për një kafshë? Rutina e Pumës tashmë është me mua, ne ngrihemi bashkë, Puma vjen me mua me biçikletë, unë vi në punë, Puma shkon tek kopshti ditor që është poshtë dyqanit ku unë punoj, tek vet hospital.